të gjitha të mundshme në këtë bisedë që realizojmë drejt për drejt me zotin Viktor Berishaj, zyrtari i lartë për politika në organizatën ndërkombëtare Euronatur. Zoti Berishaj, faleminderit shumë që më dave kohën nga kryeqyteti i Evropës por që në bashkë me ne në Kosovë. Është kënaqësi të jem me ju sot. Faleminderit shumë. Kapitullin 27. E kemi të zorshme Kosova që t'i rregullojmë gjërat me këtë kapitull? Kapitulli 27 i kornizës ligjore të Bashkimit Evropian thuhet që është njëri prej kapitulleve më sfidues. Kështu që sa Kosova, sa krejt vendet tjera cilë synojnë të bëhen pjesë të BE-s, sigurisht që duhet të përvjelin mangët mirë në mënyrë që kjo të realizohet. Në anën tjetër, besoj deri një masë shumë të madhe, shumë prej kornizave ligjore të cilat ekzistojnë në Kosovë, veç janë shumë të dobishme dhe kishin me mujtë shumë me ndiku në problemet të cilat ju i listuat tash. Kështu që njëri prej problemeve kryesore do t'ishte që të vëhen në funksion ligjet ekzistuese të cilat merren me mbrojtjen e natyrës, biodiversitetit, rregullojnë cilëtetin e ajrit, të lumenjve e tjerë. Andaj njëri prej punëve kryesore nuk është vetëm harmonizimi, por a mundemi në praktik me i zbatu ato çka kemi tash e jo lema atë se çka na pret kur të bëhem pjesë e Bashkimit Evropian. Edhe të kuptohemi që ky harmonizim duhet të ndodh para se të bëhemi antar të BE-s. Sa më serioz që të jemi në punë, aq më serioz do të jemi edhe si vend kandidat. Fjalët miradije, vullneti për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, Kosova në rajonin e Ballkanit Perëndimor është vendi me optimizmin evropian më të lartë, por në anën tjetër kemi nevojë të bëjmë po aq shumë punë sa që e kemi edhe optimizmin. Tani, si shihni ju nga duke njohur edhe realitetin Kosovë, po duke vrojtuar edhe nga kryeqyteti i BE-s, si shihni ju cili është problemi më urgjent mjedisor në vendin ton, zoti Berishaj? Ndotja e ajrit, energjia, menaxhimi i mbeturinave, ujërat e zeza, prerjet e pyjeve, menaxhimi i parqeve kombëtare ku banorët lokal protestojnë, kërkojnë t'ju mundsohet jeta e tyre tradicionale. Një listë gjatë problemesh, po cilat janë më sfidueset dhe më urgjentet? Fatkeqësisht nuk mundem me nda vetëm një. Problemi i ndotjes së ajrit edhe problemi i menaxhimit të mbeturimave janë ato të cilat jo vetëm që shkaktojnë ndikime direkte, por edhe indirekte. Në një varësia e thellë prej lëndëve fosile tu u nis prej qymyrit, pastaj varësia prej lëndëve fosile në përdorimin për çështje të ngrohjes si dhe të karburanteve e tjerë janë të e bërë jetën e qytetarëve shumë fish ma problematike. Sidomos tash kur importi veturave të huaja, të cilat për një vjet apo dy nuk munden me udhëz më në vendet e Bashkimit Evropian pa paguar penallti të mëdha, ja ka nisë me ardhmë në Kosovë me të madhen vitet e fundit. Kështu që këto janë vetëm disa prej trendeve që tregojnë që situata është duke u përkeqësuar. Fatkeqësisht me një sistem shëndetësor me meta shumë të mëdha, qytetarët cilët mbaren plotësisht prej buxhetit vetanak për të përballë me gjitha efektet e këtynve, kostoja është shumë e madhe. Domethënë jo vetëm në xhepin e qytetarëve, por edhe në jetrat e njerëzve. Krejt kjo janë pjesë e një problemeve të mëdha zinxhirore, domethënë duke u nis prej mënyrës se si e përdorim tokën, qysh e kultivojnë edhe si e helmojmë për fat keq, nga se prej ajrit të keq
edhe lumenjt ndotën, nga lumenjt ndotën edhe pyet, vreshtat, korat, cilat shërbejnë për ushqimin e qytetarëve e tjerë. Më thënë jemi pjesë e një hallke sinxhirore, ku problemi është evident në secilin prej tyne. Për këtë arsye nuk mundem me thënë që njëna prej këtyne është prioritet, nga se është pjesë e konglomeratit të problemeve, ekosistemit të problemeve. Edhe kjo është njëna prej signaleve të cilat na e dërgon natyra që ne jemi pjesë e një hallke sinxhirore. Edhe sa më e mirë e kuptojmë vendin ton, edhe përshtatshmërinë tonë në atë hallk, aq më mirë mundemi me u ballafaqu me to. Ju përmendet disa prej problemeve, menaxhimi i mbeturinave në zona urbane, ndërurbane e tjerë, depunit ilegale, këto janë probleme shumë të mëdha për shkak të problemit të gazrave serë të cilat ato emitojmë, gjithësisht metanit, që ka potencial 4-8 fisht më të madh se sa të dioksidit të karbonit, dhe kemi zjarre të ndryshme, kemi kontaminin të tokës, të ajrit, të ujit e tjerë. Ju po ashtu përmendet shpyllëzimin. Është shumë mëkat që kemi pa në këto vitet e fundit, krijimi edhe ndërtimi i zonave urbane në vendet me potencial të lartë të zhytjeve nga uji, vërshimet, ka nisë më bë realitet. Ndryshimet klimatike nuk pyesin për vullnetin tonë edhe për atë se si çka dojmë na, po faktikisht çka veprojmë praktik, ma që nuk punojmë kur gjo në mitigim, pra në shmangje të ndryshimeve klimatike, duhet të punohet po ashtu edhe në adaptim. Edhe njëri prej kushteve kryesore është që të shihet se identifikohen zonat të cilat janë të afektuara nga to. Përndryshe ndodh ajo që ka ndodhur në Kosovë fatkeqësisht që në podrumet, në dhomat e ditës të shumë shtëpive në zonat e ndryshme të Kosovës u vërshuan nga uji. Njëri prej këtyre problemeve është si është eksploatuar zhavori nga shtrati i lumenjve, si janë degraduar pyjet të cilat e ndalin rrëshqitjen e dheu, të cilat absorbojnë ujin e tjerë e tjerë. Kështu që siç e thash, krejt këto janë në një pikë të kuqe, janë masë urgjente e cilat duhet me u adresu. Sidomos mbrojtja atyne zonave të cilat kanë vlerë shumë të mëdha të natyrës, të biodiversitetit, jo vetëm Kosovë, por përmbar Evropën. Natyra nuk njeh kufi, për këtë arsye çdo shtetar, shpend, speciet e ndryshme kërkojnë korridore natyrale të cilat ne vazhdimisht jemi duke ndërtuar bariera. Kjo ndodh për shkak edhe të planifikimit jo adekuat ose punëve të paleje në zonat e mbrojtuna, sidomos në parqet kombëtare, parku kombëtar i Sharit, bjeshkët e Nemuna, janë pjesa e mushknive dhe pasunive më të mëdha natyrore që Kosova i ka. Kështu që ju sapo e thatë që ka pas edhe protesta këto ditë, nuk e kuptoj saktësisht mënyrën tradicionale të jetesës. Mënyra tradicionale e jetesës për shumë shqiptarë ndër shekuj ka qenë mbrojtja e mjedisit edhe përshtatja me mjedisin. Njerëz të gjithmonë kanë ditë cilët janë sezonat, se kur kultivohen, çka kultivohet, cilët kafsh ju vyn kullotat, si e marrin ujin e tjerë. Kështu që unë besoj që për të mirën e të gjithëve është të kuptohet se cilat janë mundësitë për zhvillim në këto zona, edhe kur them zhvillim, na duhet me diferencu pri asaj zhvillimit, si të themi ekonomik, po edhe zhvillimit në praktik, ndërtimit e tjerë. Besoj që është një fatkeqësi shumë e madhe që është dashur me ardhur deri te këto masat të cilat janë bërë për ndalimin e ndërtimeve, por në anën tjetër është mundem me e kuptu për shkak se duhet të vendoset një pasqyrë e saktë. Kjo në anën tjetër u ndërprej. Jo, të dëgjojmë, nuk u ndërpre, të dëgjojmë shumë mirë, po besoj që edhe ju na dëgjoni neve po kaq mirë. Zoti Berishaj është
pjesë e organizatës Euronatur, konkretisht zyrtar i lartë për politika, është organizatë ndërkombëtare e cila merret me çështjet të natyrës mbrojtjes së saj, avokim e të tjera, kanë qenë aktiv edhe në raport me Kosovën, duke dhënë vretje e këshilla që është e rëndësishme, dhe me Shqipërinë, Malinezi, shtete tjera të rajonit kanë qenë zëshëm për vjose në Shqipëri, për kriporën e Ulqinit Malzi, për zonën ndërkufitare në Ballkan e të tjera. Kanë qenë zëshëm edhe për rajonin e vjosës Nartës në Shqipëri. Dhe do të doja që të kishim mundësi që të bisedojmë tutje për të hapur edhe këtë bisedë. Po, tash jemi në rregull, po besoj. Zoti Berishaj, dëgjohemi mirë, besoj. Po, mirë. Po, fatkeqësisht jemi ndërpre në kohën e teknologjisë pa teknologji. Tani, ju folët për çështjet e lashe me cilat përballemi. Banorët e këtyre zonave të mbrojtura ankohen se s'po mund të as të investojnë, po as shteti nuk po investon për ta. Ju vështirësohet jeta për ditë. Çfarë të bëjnë ata? T'i lënë shtëpitë e tyre, trojet e tyre, të ndihmohen nga shteti, në anën tjetër të mos akuzojmë se dikush po punon as po punon, por të themi çfarë mund të bëhet më mirë të ndreqen gjërat nëse janë shumë mirë. Apo dim të zbatojmë ligjet si duhet, apo mos ndoshta diku edhe po gabojmë duke dash që të bëjmë më mirë e po bëjmë më keq. Qytetarët definitivisht kanë të drejtë të revoltohen nëse nuk ndihen të mbrojtur, apo nëse ndihen e drejtat e tyre fundamentale nuk janë duke u respektuar. Kjo na paraqet fatkeqësisht na vën në një problem shumë më të madh. Vetë fakti që ka ndodhur deri te ndalesa e ndërtimeve në zonat e mbrojtura, kuptohet sipas klasifikimit që ekziston të parqeve kombëtare, ajo na tregon që ka problem diku në halkë zinxhirore. Prej menaxhimit të parkut, prej planeve ku është e lejume, ku nuk është e lejume, do me thënë po flasim prej nivelit të njësisë së pyjeve, dikun apo të mbrojtjes deri tek ministria në fjalë. Kështu që krit kjo halkë zinxhirore dikun nuk është të punu. Edhe për shkak që me e ditë se ku është dhe cilat prej çështjeve mundemi me i shku tutje, unë e kam kuptu që ministria nuk ka pas mënyrë tjetër, a është mënyra ma e mirë, nuk jam i sigurt, por qytetarët kanë drejtë të kërkojnë drejtat e tyre. Edhe kanë drejtë të jenë të informuar se çka janë drejtat e tyre. Nga se nganjëherë edhe mos informimi, e cila prap thom, vjen në hallën zinxhirore institucionale, nga se ata duhet me ditë se si mundën edhe në çfarë forme me e gëzu pronën e tyre. Kështu që është shumë me rëndësi që ata të jenë të informuar, por jo vetëm kjo, ata duhet me qenë pjesë e mënyrës se si duhet me u zhvillu planet për atë zonë. Nga se qytetarët në ato zona e din më së miri se si merr fryma ajo bjeshk. Kështu që pa ndihmën e tyre është shumë e kotë çka do që institucionet në një zyre dikun munden me vendos për fatin e tyre. Kështu që përfshirja e tyre e drejtë në këtë mënyrë, po ashtu edhe planifikimi, kuptimi i kontekstit në cilin ata ndodhen, është tejet e rëndësishme. Kështu që është plotësisht e justifikueshme revolta e qytetarëve, edhe kërkesa për sqarime, për me ditë se çka munden me bo, edhe në anën tjetër përgjegjësia institucionale për me i bo çështjet çka duhet. Edhe të kuptohemi, secili prej nesh është i barabartë para ligjit, edhe në tokën tonë. Kështu që na duhet me qenë, derisa jemi në vijim me ligjin, aq edhe mirë duhet me ditë. Për secilën ngosht kemi përgjegjësi që e qesim. Sidomos në zona ku jemi në shtëpinë e dikujt tjetër, edhe ata po flas për shtëpinë në natyrë ku jemi. E qartë, por ne kemi nevojë edhe për zhvillim ekonomik. Jemi në Ballkan këtu, dhe ndonjëherë edhe mund ta dëgjojmë ndonjë shprehje si nuk duhet ndalet zhvillimi ekonomik për shkak të çështjeve të natyrës. Në anën tjetër, ne vetë po kështu ankohemi kur ajri nuk është i kualitetit si do duhet të ishte, ose kujtojmë të kaluarën kur ajri ishte i pastër
e sot nuk është udhët e udhkryqet e Kosovës. Si përgjigjeni kësaj logjike që duhet pasur zhvillim ekonomik e nuk bën të ndalemi për shkak të disa çështjeve që kanë të bëjnë me mjedisin dhe mbrojtjen e tij, se çdo gjë ka një kosto, pra duam të zhvillohemi ekonomikisht dhe duhet të paguajmë koston e dëmtimit të ambientit. Pikërisht në këtë pjesën e fundit të cilat e thatë, mu qëndron edhe problemi. Në gjithë botën, kemi arrit në një nivel të lartë të zhvillimit teknologjik ku e kemi bën ndamjen prej zhvillimit ekonomik karshi mbrojtjes të ambientit. Edhe këto sot e kësaj dite janë në harmoni. Por për çfarë zhvillimi është fjala, është ajo pjesa e cila duhet me u diskutu. Nga se një zhvillim ekonomik i cili afekton qytetarët, i cili afekton natyrën, i cili afekton krejt ato se çka na mundson neve me jetu, atëherë unë e kam një pikpyetje të madhe se si duhet me klasifikuat atë zhvillim. Për këtë arsye, unë besoj që është nevoja për informim edhe zgjedhjen gjetjen e zgjidhjeve të cilat janë të bazuar në principe të qëndrueshmërisë. Kemi nevojë për zhvillim ekonomik, por ai zhvillim ekonomik nuk ka nevojë me qenë në barën e qytetarëve edhe në barën e mjedisit, nga se kemi arrit zhvillimin e lartë të kornizave ligjore, të teknologjisë, të kuptimit të natyrës në mënyrë që të kemi qartë se si mundemi me zhvillu. Shumë herë, kjo përdoret fatkeqësisht, keq përdoret kjo narrativ prej atyre që duin me kry një punë shumë shpejt. Secili planifikim kërkon kohë edhe kërkon qasje të drejtë, nga se nëse ne po flasim që nuk është që po ndalet apo jemi të qitë pikpyetje në zhvillimin ekonomik. Kush është të qitë atë pikpyetje? Ne si qytetar edhe ata të cilët komunitetet që afektohen prej projektit, ata duhen të jenë pjesë e atij planifikimit. Ajo është drejt e kornizave ligjore edhe konventave të cilat Kosova don me i respektu. Për këtë arsye, zhvillimin ekonomik, kush ja qet lapsin, nuk është dikush në një fletushk, por është mbas studimeve të mirëfillta shkencore edhe konsultimeve të publikut, sidomos të njerëzve të afektuar në ato zona që me u vlerësu a është çaj projekt pjesë e zhvillimit ekonomik. Më nuk qëndron narrativa zhvillim ekonomik apo mbrojtje të ambientit. Evropa e ka te kalu këtë punë, vendet e zhvilluara kanë te kalu këtë punë, e kemi shansën që ne me e bo ata edhe ma mirë se ata. Fatkeqësisht shumë vende Bashkimit Evropian kanë bërë këtë dëm dhe tash i vujnë pasojat në ambientin të cilat ata duhet me jetu. Si në Gjermani, si në Austri, si në Itali e tjerë. Unë nuk dua të t'inglloj skeptik ndaj kapaciteteve profesionale këtu në vendin ton, ose në dëshirën në vullnetin pozitiv për ta zhvilluar vendin ekonomikisht dhe njëkohësisht për ta ruajtur ambientin. Megjithatë, a dim ta bëjmë këtë gjë mirë për të dyja çështjet? Ka njerëz në krejt vitet e mia profesionale kam arritur të has edhe të bashkëpunoj me njerëz të cilët kanë qenë shumë të zotë në punën të cilën ata e bëjnë vetë. Kështu që duhet me kuptu që na duhet me dhanë sa ma shumë hapësinë atyre njerëzve, edhe m'ju dhanë mjetet të punës të cilat ata munden me e shty procesin përpara. Kështu që por kjo lidhet edhe me diçka tjetër, lidhet edhe me tregun e punës, se shumë prej këtynve punojnë në kushte shumë të vështira. Po flasim prej drejtorive të parqeve, prej departamenteve të ministrive të ndryshme, në komunë e tjerë. Edhe kjo është edhe vetë arsyeja pse në kohët kur ka zgjedhje, në kohë kur ka planifikime të ndryshme, pjesa e mjedisit është vetëm një narrativ
generale e cila nuk ka plane në shumicën e partive, nuk po them krejt, disa kanë, po krejt është pikë pyetje se faktikisht qysh kanë e implementuar dhe atë punë, po si do që tjetë, ka njerëz. Por edhe na duhet me investu në burime njerëzore. Unë fatkeqësisht kom shok cilët po më fatmirësisht kom shok cilët kultivojnë të mirat e tyne, dojnë mos me përdor pesticide, ata shkojnë më konsultu me profesor në fakultete, nuk po them që krejt profesor të janë, po ndoshta në një kanë has i cili ju ka sugjeru me përdor në Universitetin e Bujqësisë ju ka sugjeru me përdor pesticide. Ata pikrisht po shkojnë qysh me i rrit pemët dhe perimet në shtëpinë e tyne në mënyrë të qëndrueshme, jo helmuse, a vim në një situatë ku kemi këtë. Kështu që na duhet me investu shumë në burimet njerëzore, në mënyrë që me e pas tregun funksional të zhvillimit edhe të infrastrukturës e cila e mbron atë zhvillim. Na duhet me pas këtë qartë po ashtu, se nuk është poenta e dezignimit të një zones si zonë mbrojtun. Na duhet me i pas njerëz cilët e mbrojnë, din me e menaxhu, i kuptojnë drojt, i kuptojnë vegetacionin, i kuptojnë speciet, i din se qysh zhvillohen edhe si shumohen edhe si lëvizin ato në mënyrë që me mujt edhe me i rujt. Nuk kem nevojë me pas eksperta ndërkombëtar vazhdimisht që na tregojnë se çka duhet me bo. Kemi kapacitete vendore, cilave na duhet me u dhanë hapësinë sa më shumë, po ashtu kemi nevojë me investu jashtëzakonisht shumë në krijimin e tyre të reja. Është një kam pas rast me diskutu me student e fakultetit të elektros në Prishtinë para 7 vjetëve, edhe kom pas rast me diskutu me ta gjatë viteve në zhvillim, edhe kom pas se sa shumë ka ndryshu qasja, lant, edhe mënyra se si kanë arrit që me fut tranzicionin energjetik pjesë të kurrikulës, kuptimin e nevojës për diversifikimin e burimeve të prodhimit të energjisë edhe si të punohet në integrimin e tyne. Kështu që ka, por na duhet shumë punë që me e kuptu, që me vazhdu me investu në kapacitetet njerëzore. Dhe gjitha këto varen realisht nga politikanët. Se me çfarë programesh i drejtohen qytetarit për të marrë votën dhe ja ku jemi këtyre ditëve mesi i fushatës elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit. Nuk di nëse keni qenë i vëmendshëm për të ndjekur fushatën elektorale, nëse keni pasur interesimin tuaj për të ndjekur fushatën elektorale në Kosovë këtyre ditëve, po zoti Berishaj po flitet për energji solare, mbrojtje të pyjeve, riciklim, pastrim të lumejve e të tjera. Kjo fjala e gjelbër në fushata elektorale, është thjesht fjalë goje ose se duket bukur ose se i plotson standardet, apo politikanët në Kosovë në fakt e mendojnë kur e shkruajnë në program elektoral, sikurse edhe kësaj radhe? Unë personalisht nuk di çka do me thanë kur diçka është e gjelbërt. Për mua e gjelbërta është një ngjyrë. Por unë e kuptoj që kjo në cilën kontekst shprehet, por unë nuk mundem me e marë me seriozitet të plot një program i cili vetëm thotë gjelbërt edhe thotë qëndrueshëm, pa tregu mënyrën se si duhet me uar deri ta jo. Nga se krejt pedim që për burimet natyrore, se si e shfrytëzojmë, se si duhem mirujt e tjere, është diçka cilën ne jemi në vazhdimsi duke e ndëgjuar, edhe nuk është kur gjë e re. Do të thonë mbrojtja e natyrës, kemi institucionet, kemi AMMK-n, kemi e tjerë, cilët vazhdimisht janë përdor si një linjë në kampanja të politikanëve për zgjedhje. Ka prej tyne, unë kam pas rastin me punu me shumë deputet të partive të ndryshme e tjerë të cilët punojnë, por unë e kuptoj edhe limitet edhe brenda subjekteve tyre politike se sa mundën mi shty problemet tutje. Por në përgjithësi është fatkeqësi që pjesa e mjedisit është duke u përdor vetëm si një fjali, një diçka bukur me aqit
lidhse të bukur, një diçka që është duke u servuar. Unë e kuptoj një program politik i cili është serioz, i cili ka sugjerime për politika, edhe rrugë se si mi zbatu ato politika. Edhe disa kanë, shumica nuk kanë, fatkeqësisht. Por, na duhet edhe me kuptu diçka. Është shumë problemi madh kur flitet për kontekstin e Kosovës. Oh my god. Po, jo, të dëgjojmë prapë, vazhdojmë të dëgjojmë për mrekulli edhe në këtë moment. Dhe po ju dëgjojmë me vëmendje madje. Është ndërprer linja? Okej. Jemi në linjë akoma, po besoj që po, të më konfirmoni regjia, sepse dua të marr përfundimin e mendimit të zotit Berishaj për politikat, premtimet në këtë fushat elektorale, nëse janë dhura dhe drejtat për zhvillimin e Kosovës në këto aspekte. Meqense politikanët po na kërkojnë votën për qeverisje 4 vjeçare. Zoti Berisha, jemi në linjë. Po besoj dhe tani dëgjohemi mirë, si duket me audion pas kemi probleme pas kohe. Janë në rrugë të mbar, mund të bën këto përkundër atyre toneve skeptike për çështjen e ngjyrës që përmendet në këto aspekte në fushata. Mund të bëjnë diçka këto programe elektorale në 4 vjetët e ardhshme në Kosovë? Programi elektoral është një, ndërsa rruga se si me mbri atë është tjetër. Kështu që nëse ajo që ka ndodhur në program është caku, mundet me u arrit nëse ka vullnet dhe nëse ka rrugë të përpiluar siç duhet. Ne e shohim në detaje, në vazhdimsi, që diskutimi në Kosovë për shumë gjëra po ndodh jashtë kontekstit. Përveç të disa programeve partijake të cilat na kthejnë në kohën e çmyrit, hala ma shumë, në ditë kur kemi problem kemi problem me gjetë institucione kredibile që mund me financua si projekte, edhe përveç faktit që Kosova ka detyrim të vetë, ka marrë një cakt të dekarbonizimit të ekonomisë vetë deri në vitin 2050, na tregon që politikanët janë duke shfrytzuar një kohë të krizës globale energjetike për me shit një ide e cila në fakt, në praktik, është shumë vështirë me u realizu. Jo vetëm për çmyrin, por edhe për gazin fosil. Quaj e gaz natyral, quaj e gaz që shdush, por nuk është gaz fosil. Edhe në ditët e fundit, në diskursin publik në Kosovë, mjaft po flitet për te, thuse është Kosova duke mos e pas një rast të vazhdoj të kyçet në atë se çka po ndodh në rajon. Në rajon i Ballkanit Perëndimor s'ka gati as pak gaz, përjashtim në nivele mjaft minimale, edhe në Maqedoni, në Veriut, edhe në Bosnë e Hercegovinë, edhe në Serbi. Edhe nuk ka një nismë të madhe rajonale që të jemi pjesë e asaj. Në anën tjetër, infrastruktura e cila po propozohet, sigurisht që ka me pas nevojë me u pagu edhe në kohën kur ne duhet me i mbyll ato. Për këtë arsye shoh që ka nevojë për debat shumë të lartë, edhe të sinqert politik, edhe praktik, profesional, sa i përket çështjeve të ambientit, si të tranzicionit energjetik, si të mbrojtjes së natyrës. Vetë Bashkimi Evropian në këtë moment është duke e sërisht shikuar mënyrën se si të largohen nga lëndë fosile, ndërsa tek ne flitet për na duhet me pru gazin që mos të mvaremi pri gazit rus, cilin në fakt nuk e kemi. Kështu që po flas që kemi nevojë për diskutim kontekstual edhe jo për një fontan dëshirash të shkruara
nuk e di kur apo nuk e di për çfarë arsye. Kështu Zoti që Berisha, kemi nevojë për rrugë dhe dialog kombëtar, pa marrë parasysh se cili program politik shkon përpara. Besoj se këtë mund ta diskutojmë më gjërësisht një ditë tjetër. Më intereson një mendimi juaj 1 minutë, të lutem, se kemi arritur në fund të këtij trajtimi. Ka pasur vëmendje edhe nga Kosova për ato që ndodhen në Shqipëri, në Zvërdënec konkretisht, pra në zonën e Nartës, Vjos-Nartës në Shqipëri. Edhe ju vetë keni ngritur shqetësime. Si po e shihni, ka folur edhe kryeministri i Shqipërisë për këtë çështje? Shembulli i asaj se çka po ndodh në zonën e mbrojtur të Vjosës dhe të Nartës është ai i cili na duhet me e ndjek edhe me ditë se çka nuk duhet me bë. Kjo është njëna prej efekteve të cilat ne i kemi prit për shkak se është bërë ndryshimi i kornizës ligjore që të mundsoj ndërtimin e komplekseve të ndryshme brenda zonave të mbrojtura. Pra, ligji për mbrojtjen e zonave të mbrojtura është ndryshuar që në faktikisht me qenë i pavlefshëm në vetën e vet. Ajo se çka po ndodh tani është shumë thjesht mundet me u quajtë si një krim ambiental, nga se nuk ka kurfar informacioni publik se kush edhe për çka po ndërton. Në anën tjetër kemi kryeministrin e Shqipërisë i cili flet për projektin i cili ka leje, hala nuk e dim cili projekt, se janë 3, 4, 5 projekte në tavolinë për zhvillim në atë zonë, dhe është plotësisht e pakuptueshme se si diçka e tillë mundet me vazhdu pa pas studim, pa pas një marrëveshje, një kuptim se çka duhet me u arrit. Zona e Vjosës Nartës është njëna prej zonave me biodiversitetin më të veçantë, jo vetëm në pjesën e Ballkanit Perëndimor apo në Adriatik, po në mbar Evropën. Është njëna në delta apo grykderdhja e Vjosës në det edhe laguna e Nartës janë prej grykderdhjeve dhe lagunave të cilat janë, si quhen, të gjalla. Shumë prej tyre në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian nuk ekzistojnë më. Jo vetëm për zojës, por edhe për ekosistemet e veçanta të cilat janë të bërë aty. Nëse kam pas rastin që të ndëgjoj kryeministrin e Shqipërisë dje, i cili flet që është për gjunaf se si ajo zonë duket tash. Por ajo është pikërisht se si natyra ka nevojë të duket. Natyra nuk është bari kositur edhe një ambient i pastër. Rëmuja natyrore është për natyrën dhe për ekzistencën e vet. Unë kam pas fatin me e vizitu zonën disa herë, edhe është diçka e cila është e pakuptim se qysh një sër makinerish pa plan edhe pa mirëkuptim ndaj vetës edhe ligjeve të veta të Shqipërisë, nga se nuk kemi asnjë informacion rreth investimit të asaj, apo çfarë leje ekzistojnë, në mënyrë që të krijohet diçka e cila po propagohet si zhvillim. Prap, zhvillim përkon edhe për çka është tema kryesore për cilën unë tash nuk dua të flas, por për e cila sigurisht është njëna prej shtytëve kryesor të degradimit të këtyre zonave të mbrojtura. Për mua ka qenë kënaqësi e madhe, zoti Berisha, që të flasim bashk. Ju përshëndes juve në Bruksel, gjithë shqiptarëve që jeni atje. Faleminderit shumë dhe po shpresoj shumë që sërish në cilësitë tuaja profesionale të kemi mundësi të tjera të flasim e të marrim vërejtime nga ju. Gjithë të mirat.